Gati? Fillojmë. Unë jam Esilda Budlla, arkitekte në Kontakt, një kompani ndërtimi prej më shumë se 25 vitesh tani më. Për herë të parë në Pogradec, Kontakt po bashkëpunon si partner lokal të studios së njohur të arkitekturës El Gascano dhe FRPO për një zhvillim unik, i ndodhur në lindje të qytetit, aty ku liçeni i Pogradecit takohet me parkun kombëtar Drilonet. Ky projekt do të mbulojë një sipërfaqe prej më shumë se 30.000 m2, duke sjellë kështu një zhvillim të madh për zonën. Si një zgjatim i parkut kombëtar të Drilonit, ky projekt ju ofron mundësinë të jetoni në një vend ku bukuria e liçenit dhe e parkut është në pragun tuaj, duke krijuar kështu një lidhje të pandarë me natyrën. Ky nuk është thjesht një zhvillim, është një mundësi për të sjellë të jetuarit pranë natyrës. Arkitektura do të krijojë hapësira të ndriçuara që qëndrojnë në harmoni me mjedisin. Frymzuar nga emri i lashtë i liçenit të Ohrit, Linidas, që do të thotë dritë, çdo detaj është projektuar për të përqafuar dritën natyrale. Ajo që po ndërtojmë këtu është më shumë se thjesht shtëpi, është një formë e re jetese. Ky vizion do të transformojë mënyrën se si e përjetojmë të jetuarit pranë natyrës. Këtu, tek pyjet e Drilonit, arkitektura dhe natyra do të bashkohen duke u bërë pjesë e jetës sonë sot e përgjithmonë. Faleminderit që po na bashkojeni në këtë rrugtim dhe që u bëheni pjesë e këtij kapitulli të ri për Pogradecin.